Minatorët e minjerës së Bulqizës kanë vijuar bojkotimin e punës edhe këtë të martë. Ata kundërshtojnë urdhrin e kompanisë për të punuar edhe në ditët e shtuna në kundërshtim me kontratën e punës. Po ashtu minatorët kërkojnë që të bëhet rritja e rrogës siç ishte planifikuar në fillim të muajit janar. Kërkojmë drejtat tona, rritje pake edhe shtuna jo në dakord për punë. Kontratë kemi pas për jo. Tani du me bo, dy shtuna du me ne bo punë. Rritje pake jo, vetëm na shfrytëzojnë maksimum. Kushtet e punës si keni? Cop janë. S'kemi kusht të kërkuni. As i gjan. Dhe dje keni pas protest? Jo, kemi pas qishte ditën e mkurtë javës si kaloi. Sot është dita e 5. Nuk kemi dakord fare. Pas na plotësuan kushtet, pas na ngritje pake. Kushtet, shtunat mos merretohet për punë, nuk kemi dakord me fillu punë. Pa na e plotësuan, jemi dakord fillim punë. Do t'i përshkallëzoni protestat? Po paça. Për shkak se nuk i lejojnë të grumbullohen, minatorët e kompanisë Iridium Holding kanë zgjedhur si formë proteste bojkotimin e punës.